Përshëndetje miq. Sot po bojmë një bisedë që e kënaq shpirtin më shumë se sa bisedat e këtyre të fundit që i kam bë përgjatë një muaji. Nuk do të përmendi emra që ndjellin frikë, që ta paraftyrojnë përpara luftën, shkatrimin, vrasjet, vdekjen e miliona njerëzve, genocidet, uria, shkatrimi, palestinezët, arabët, muslimanët, ukrainasit, indianët, pakistanezët. Nuk do të përmendi emra të cilët veç janë bërë sinonime të frikës nga shkatrimi i njerëzimit. Pra, s'do të përmendi as Trumpin, s'do të përmendi as Putinin, as Netanyahun, as Xi Jinpingun, as një nga liderët botnor. Larg politikave ndërkombëtare, sot në këta pak minuta po du me fol një temë që e kënaq shpirtin, mjaft më me tema të frikshme. Një temë që i flet shpirtit të njerijut dhe njerëzorës, jo vetëm njerijut. Çfarë dallimi ka njerëzore dhe vetëm njerijut? Njerëzorës që i flet karakterit njerëzor, që qenjen njerëzore, këtë krijimtarin e Allahut më të perfeksionuarën, që quhet insan njeri, që e quan Khalifetullahi fil ard, zavendësi i Zotit në tokë, dërsa njeri dënë të thët edhe Trump, dënë të thët edhe Putin, dënë të thët edhe X dhe Y. Pra, do të flasë për fjallën e parë me të cilën Allahu e nis komunikimin e tij në përmes edicionit të fundit të shpalljes hyjnore që quhet Kur'an tek Muhamedi alayhi salatu wasalam. Pra, fjala Iqra me të cilën Allahu e nis edicionin e fundit të shpalljes është thelbi i temës së sonshme, ama shkurt. Do të flas për librin, do të flas për leximin, do të flas për shkrimin, do të flas për shkronjen, për lapsin, për atë që Allahu i thot njerijut Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo, blej libra, merr pej bibliotekës, kënaqe shpirtin tën, perfeksionoje atë njerëzoren tënde dhe njerëzoren tënde hidhe mbi atë që quhet vetëm njeri. Pra, Iqra bismi rabbike alladhi është fjalia e parë që në te futet edhe emni liber, laps, shkrim, germ, paragraf, përmbajtje, jet, hulumtim, sintetizim, analizim dhe çkado tjetër që njeriut i hyn në punë dhe e perfeksionon, e mban në kulm, në majet të piramides së njerëzve, atë që quhet njerëzore. Insanlık në gjuhën turke, insanie në gjuhën arabe, humanity, njerëzore në gjuhën angleze. Përse thëm unë shpesh Kurani është edicioni i fundit i shpalljes. Për shkak se Gjibrili, i cili e merr shpalljen hyjnore, e nis rrugtimin e tij prej Ademit a.s. deri tek Muhamedi a.s. I njëjti Zot, në përmes të njëjtit angjëll, të njëjtat përmbajtje të fjalëve dhe misione të Zotit, nisin nga Ademi dhe përfundojnë me Muhammedin a.s. Nga kjo perspektivë, feja e cila i është dërguar Muhammedit a.s. është po e njëjta që është dërguar Isës, Musës, Nuhit,
Ibrahimit, Salihit, Shuaibit, ati tjetërit, Idrisit e deri te Ademi a.s. Për shka? Shumë logjikisht. Vllazni, shumë logjikisht. Nëse është i njëjti burim, Allahu, nëse është e njëjta përmbajtje, nëse është e njëjta fjalë, nëse është e njëjta shpallje hyjnore, atëherë do të jetë logjikisht e njëjta fe. Pra Islami është feja e vetme që ka nis zbritja e tij prej kohës së Ademit deri tek Muhamedi a.s. E çka më bë me krishterimin pra, që po thomi është edhe kjo fe hyjnore, fe qiellore, edhe judaizmi, hebreizmi, feja e Musës a.s. që i ka zbritur Musës, po edhe këto janë fe hyjnore, por janë në përmbajtjen e Islamit. Emnat ju kanë vënë masanej krishterim, ju kanë dhënë masanej judaizëm, por si përmbajtje, si revelat, si shpallje, si komunikim, si vahy, si shpallje hyjnore që ka kaluar në për edicione të ndryshme përgjatë historisë, është po e njëjta. E njëjta fe që niset nga Ademi përfundon te Muhamedi a.s. Dola pak prej kornizës të asaj që po du me thonë. Përse niset me ikre? Për shkak se po i thët Allahu njeriut arsyen, logjikën, zhvilloje në përmes ikre bismi rabbike ledhi khalaq. Zhvilloje në përmes leximit të librës që shkruhet në fletë, në letër, dhe zhvilloje logjikën, arsyen, kuptoje jetën në përmes leximit të jetës në përgjithësi, leximit të natyrës. Dhe leximi është disa llojesh. Lexim me mendje, lexim me sy, lexim me ndjenja, lexim me shpirt, lexim në letër, lexim kur e sheh një vulkan, kur e sheh rrjedhën e lumit, kur e sheh detin e paan, oqeanin e paan, kur i sheh insektet, kur e sheh në përgjithësi se si funksionon natyra në përmes asaj që e quan Kurani sunnetullah, ligjshmëria e Zotit. Pra, leximi është ai i cili ty të dallon prej qenjeve të tjera që marrin frymë, prej qenjeve të gjalla. Leximi si një mjet i cili e zhvillon arsyen ku në përmes kësaj, duke i par ekzistencat, duke par se si funksionon bota, duke par se si vazhdohet jeta, si është vdekja, si është lindja, zhvillimi i embrionit, Marsi, Hana, galaksia, nëndeti, peshqet me miliona lloje dhe me triliona e triliona tonelata të peshqeve, ushqim i gatshëm të cilën Allahu Gjelle Shanuhu e krijon për njeriu. Çdo gjë në këtë botë është e krijuar për njeriu. Çdo gjë për njeriu, më pastaj është obligim që ti respektoj rregullat hyjnore të përgjithshme që janë vënë mbi baza të përgjithshme nga Allahu i Madhreshëm në përmes shpalljes, në përmes edicioneve të ndryshme që përfundon me ikre. Tani pra Kurani po të thëtë lexoje librin. Dhe ajo që dua ta trejtoj, këtu është pikërisht libri, më saktësisht Umberto Eco, ndoshta ju vje e çuditshme. Pronari apo njeriu apo emri gjigant i letërsisë, i filozofisë, i shpjegimit të jetës që në bibliotekën e tij kishte hiq më pak se
50.000 libra. Do me thonë një 3 herë a 4 herë ma shumë se që kam one në bibliotekën time familjare së bashku me bibliotekën e babës. Libre. Meq, kur e kam lexuar atë që dua ta lexoj për ju këto, më ka plotsu, më ka vetë plotsu dhe mi ka dhënë disa përgjigje të cilat në fakt, kur jam pyetur nga njerëzit e ndryshëm për librat, s'kam ditë me i përpilue gjë normale, ashtu siç i kishte përpiluar Umberto Eco, ky emër i madh, ky njeri i cili ka rrezatue mendimet të thella nëpërmes shkronjave, në fjalë, në fjali të renditura në ato libra, për të cilat Allahu Gjellëshanuhu thot Iqra, lexoj edhe librat e Umberto Ecos. Shikoje bibliotekën e tij dhe përgjigju në pyetjet më pastaj të cilat më janë parashtruar disa herë. Një ndër ato është a i ke lexue krejt libra që i kije mbrapa në bibliotekë teksa unë po flas. 13.600 do të jenë këto atje të familjes tonë. 13.600 libra plus edhe mos thëmë me mira të konsultuara për gjatë jetës sime 30 vjeçare në për biblioteka e katedra e fakultete e konference kështu. Për te i kësaj, ma shumë se kaq, rrugtimi i jetës sime që ma ka ofrue mundësin që të lexoj edhe nga ajo perspektiva tjetër të cilën e përmena pak përpara, nëpërmes syve duke e parë botën, shtetet e ndryshme, vendet e ndryshme, njerëzit e ndryshëm dhe një lexim i veçantë që po e plotësonte një hapësirë, një katror në atë mozaikun e personalitetit të njerijut që nuk plotësohet pos me rrugtim, me leximin faktik, fizik të jetës që e ke përpara. Tema u zgjeru, por kuptone se dua të them rëndësia e librit, të cilën e përmend Kur'ani që në fjalën e parë Iqra, lexoje librin që e ke përpara, në bibliotek dhe librin e jetës. Iqra, dikun do të me lexu, Iqra, lexo, po thet Kur'ani, dhe Umberto Eco, për bibliotekën e tij të madhërishme, me më shumë se 50.000 libra, thot, më lejoni ta lexoj tekstualisht se çfarë thot ai për të gjitha këto libra, dhe kjo le të jetë një stimulim për juve që të bleni libra, të stolisni shtëpia tuaja më së shumti me libra, që të mos i hodhni librat, që të mos i largoni librat pasi t'i lexoni, që të mos i fshehni librat dhe mbi libër të mos vini asgjë e cila e mbulon librën, bashkë si Kur'anin, nëse guxoj me e bo këtë krahasim. Libra zbukuron jetën tuaj, shtëpit tuaj, makinat tuaja me libra. A mund të besoni se edhe kur vozes, ose me autobus, që ju thoj shumë unë me autobus, unë kur e gjoj një libër të mirë, që më pëlqen dhe më fascionan, që nuk ngopem vetëm me një lexim, unë e lexoj për s'dyti dhe e inqizoj vetveten në celular. Pastaj, kur të thoj me makinë, me autobus, kur shkoj dikon, e shoh se kam hapësirë për me lexue, në vesh ato, edhe e dëgjoj leximin që e kam bërë me zë. Edhe njëre e lexoj librin ashtu, dhe kjo le të jetë një
këshill tërthorazi për ju, provoni edhe këtë. Sa dëgjoni muzika vazhdimisht muzika pa lidhje, muzika që tajrit e dobis keni prej tyne, ma mirë lexoni, ose nej Kur'an, ose lexoni, inqizoni vetveten dhe lexoni. Sido që tjetë, Umberto Eco e thet me sa vjen. Po e lexoj, sa është e shkruar në mënyrë të mahniqme dhe çfarë do fjale ose germe me met mango, frigohem se po e damkosi madhështin e asaj që e paskësh shkruar Umberto Eco. Thot, është marrëzi të mendosh se duhet të lexosh çdo libër që e blen. Njësoj si të kritikosh ata që blejnë më shumë libra se sa mund të lexojnë. Do të ishte sikur të thuash se duhet të përdorësh çdo takëm, çdo gotë, çdo kaçavit apo maj shpimi që blen përpara se ti blesh të rejat. Ka gjëra në jetë që do t'i kemi gjithmonë me bollok, edhe nëse do të përdorim vetëm një pjesë të vogël të tyre. Për shembull, nëse i mendojmë librat si ilaç, kuptojmë se është mirë të kesh shumë libra në shtëpi dhe jo vetëm disa. Kur dëshiron të ndihesh më mirë, shkon te dollapi i ilaçeve në thojza dhe zgjedh një libër nga aty. Jo një libër i rastësishëm, por libri i duhur për atë moment. Kjo është arsyeja pse gjithmonë do të kesh një mundësi ilaçi, shërimi apo një mundësi ushqyese. Ata që thjesht blejnë një libër, thjesht e lexojnë dhe pastaj e heqin qafe, ata zbatojnë një mentalitet të çuditshëm konsumatori ndaj librave, që dënë të thëtë se i shohin ato si një produkt konsumi, si një mall që duhet harxhuar dhe hedhur mbeturinat. Ata që i duan librat e din se një libër është më shumë se sa thjesht një mall. Libri në shtëpinë tuaj është edhe ilaç, edhe mik, edhe mësues, por edhe bashkëbisedues që kur nuk të lë vetëm. Libri në shtëpinë tënde është me ty edhe atëherë kur ti je larg shtëpisë sate. Hija dhe shija e librit do të përcjell kudo që je. Nëse guxojmë me thonë, ky është tefsiri i Umberto Ecos që ja bën ajetit të parë të Kur'anit, të edicionit të fundit të shpalljes hyjnore, të fjalës me të cilën Allahu i Madhreshëm e nis komunikimin me fjalë me njeriu. Dhe ajo është Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Blej libra, moshe shtëpinë tënde me libra sa të mundesh, që ato libra të jenë sikur rafti i ilaçeve pra, që kur ke nevojë për ilaç, të shkosh dhe ta përzgjedhësh atë ilaç që për atë moment të bën më së miri. Jo që të ketë pak dhe ti ta zgjedhësh një ilaç vetëm se është ilaç. Blej libra, lexo libra dhe të jetë libri bashk udhëtari i jetës tënde kudo që je. Natën e mirë.